Rreth 52 kg luleshtrydhe me risk të lartë për shëndetin janë tërhequr nga tregu shqiptar. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit AKU ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me rastin e produktit luleshtrydhe të një sasie prej 52 kg të importuar nga Greqia. Në bazë të planit të monitorimit me bazë risku, AKU zbatoi procedurën e dërgimit të luleshtrydheve për analizim laboratorik në datën 17 shkurt 2025. Dhe pas daljes së rezultatit u angazhua nëpërmjet sistemit të gjurmëueshmërisë për mbledhjen dhe tërheqjen nga tregu të kësaj sasie luleshtrydhe. Në bazë të faturave të shitjes të paraqitura nga operatori i biznesit ushqimor, e gjithë sasia rezultonte e shitur. Menjëherë pas këtij rasti, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bërë vlerësim të riskut për këtë produkt dhe ka kategorizuar me risk të lartë. Për këtë, është komunikuar me të gjitha pikat e inspektimit kufitar për mostrimin e 10 ngarkesave të njëpasnjëshme dhe bllokimin në kufi të çdo ngarkese me luleshtrydhe, deri në daljen e përgjigjes së analizave të çdo mostrimi për produktin që mund të vijojë të importohet nga Greqia. Synimi i urdhërimit për bllokime të tilla në pikat e inspektimit kufitar është që të pritet çdo rezultat analize e mostrimeve në të tilla raste. Në bazë të këtyre rezultateve do të përcaktohet nëse importet do të lejohen për tregtim brenda territorit shqiptar apo do të kthehen në vendin e origjinës. Në kuadër të transparencës dhe informimit të publikut, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën me dije se për çdo rast të konstatuar në treg apo në pikat e inspektimit kufitar, të rezultuar jo konform kërkesave dhe standardeve me legjislacionin në fuqi për produktet e importit, njoftohet sistemi i njoftimit të shpejtë për ushqimin dhe ushqimin për kafshë.